Spor ju përshëndes gjithë, ju falenderoj që më keni caktu këtu. Kisha pas dëshirë që dikush më të hek projektin e së zgjati. Ne komand jemi jo konvencional, ndoshta pak do t'ikim nga pyetja edhe do t'a tregoj përvojën time për medikën, prej medika mundiales, pas lufte e gjerë me sot, por do t'jem shumë i shkurt. Duhet t'a di që për dikon lufta nuk përfundon kurrë. Do më thonë, shpresa tha që pas 20 sa viteve largohen traumat, nuk duhet harrojmë që pas 2 viteve vetëm ka zbehe trauma. Mirë po, tek dhuna seksuale trauma nuk mund të largohet kurrë. Sa i përket Medika Gjakovës, duhet themi që Medika Gjakova ka fillu prej praktike edhe ka ardhur deri te sistemi. Sot është kënaqësi të bisedojmë që ekziston një procedurë standarde e operimit, një manual. Duhet ta dim që në vitin 1999, 2000 unë kam qenë specializant i psikiatrisë në komunën e Gjakovës. Edhe ne nuk kemi pas, po mendoj edhe profesionistët shëndetësor të psikiatra, atë ka qenë neuropsikiatria. Shumica raste kanë qenë vetëm raste neurologjike. Për psikiatri, shumica e individëve që kanë kërkuar ndihmë shëndetësore të psikiatrit kanë qenë vetëm psikoza, shpjegullime trona. Nuk u bisedu për trauma, aq më tepër për trauma në aspektin seksual. Nuk mund të themi që s'ka pasur edhe përpara trauma, mirë po, traumat përpara ose janë mbulu, janë bajt në vetëm, ose kanë përfunduar me vrasje të anëtarëve të familjes. Do të thonë, nëse është zbulu ka ardhur te vrasja të traumëre. Si ka fillu praktika nga Medika? Femrat e dhunuara gjatë luftës nuk kanë kërkuar tretman psikiatrik, tretman profesional me njëherë pas luftës. Si janë zbulu rastet? Doktoresha mund ta dëshmon më mirë rastet e para që janë paraqit për probleme organike, do të thonë ginekologjike. Gjatë bisedës, gjatë analizës së rastit, o vrejt që ka edhe probleme të shëndetit mendor, edhe o referu në psikiatri. Mirë po, tash i duhet themi që profesionistët shëndetësor të psikiatrisë nuk i kemi pas një dije, ndoshta edhe një përkushtim për mu marrë në këtë raste, për arsye se s'kem pas trajnime. Gjatë punës medikës, do të thonë nga praktika, ka ardhur deri te zbulimi i rasteve. Mirë po Medika dhe Medika Gjakova nuk e nal vetëm te zbulimi i rasteve. Me sim nga përvoja kanë vrejtë që duhet të ndërtohet një sistem. Edhe rezultatet e sistemit për i shohim sot. Medika Gjakova nuk do ta kishte këtë sukses cilin e ka sot, pa ndihmën e gjithë këtij personeli edhe shumë të tjerëve të cilët nuk janë këtu. Mirë po ekziston edhe një porosi apo një rekomandim për Medikën edhe për lindën që ky projekt të zgjarohet më tutje. Për arsye se për post trajtimit të dhunës në baza gjinore nga lufta, kemi edhe raste të reja tani. Për kujdesis, për trajnimin e personelit shëndetësor, një fakt shumë i rëndësishëm është që të trajnohen edhe disa segmente tjera të shoqërisë. Besoj, punëtorët e qendra për punë sociale duhet të trajnohen në këtë aspekt. Po ashtu edhe stafi i policisë, policët e Kosovës duhet të trajnohen, për arsye se në shumë raste ata janë kontakti i parë para medikës, para personelit shëndetësor nga primor, nga kujdesi primor shëndetësor, para profesionistëve të shëndetit mendor, janë kontakti i parë me policë. Kur ne e dim që policia jonë bëhet policë me një trajnim 3 mujor, faktikisht nuk ka kurrfarë ideje për këtë problematikë e cila është shumë e ndjeshme. Pastaj, duhet të kemi kujdes që të trajnohen, ose spaku të sensibilizohen për vetë trajnim
edhe prokurorët edhe gjykatës. Nuk flas për prokurorët edhe gjykatësit femra. Mirë po, kemi prokurorët edhe gjykatës të ri, të cilët qasje nuk e kanë si duhet. Këto nuk e flas shtu në mënyrë teorike, por nga praktika personale, duke qenë ekspert gjyqësor për psikiatri, kam raste ku kam hast me një qasje të gabueshme të prokurorit ose gjykatësit. Çka duhet me bona? Na duhet që këtë ide, këtë aktivitet të shtrijmë në tërë Kosovën. Pse thash Medika Gjakova ka bo një punë kolosale? E ka bo një punë kolosale për arsye se na ka kyç gjithë akterët, gjithë personat që kanë kontakt me këto raste, që kemi një njohuri bazike, kush dën edhe një njohuri pak më të nivelit lartë. E dyta, pse thash ka bo një punë kolosale? Mund të do këtë ju që nuk është e vërtet, por është e vërtet e madhe që 50 dhe 60 vite janë zbulu raste të reja të dhunimit të fenër Gjermani gjatë luftës dytë botërore nga ana e ushtrisë kuqe të Rusisë. Gjithashtu me ka 40 vite më vonë janë zbulu rastet në Kore edhe në Kinë nga ushtria japoneze. Prandaj duhet të luftojmë që t'i zbulojmë edhe rastet e reja, sidomos kujdesi parsor. Une ndoshta kam dobësi edhe pse jam psikiatër, kujdesi parsor shëndetësor e çmoj arsye që kam qenë si drejtori i shëndetësisë dhe më vite, edhe kam marrë pjesë në përpilimin e gjitha dokumentacionit për kujdesin. Jo për ato që unë kam qenë, por jam i vetëdijshëm që kujdesi parsor shëndetësor e ka rolin vendimtar edhe pa diskutueshëm në krahasim me sekondarin edhe terciarin. Edhe e fundit duhet që të luftojmë që të gjithë që ta kemi një edukim të tërë populata që ta largojmë stigmën. Stigma është çështja më delikate për aspektin e shëndetit mendor në Kosovë. Disa herë kom bo apel të strukturat, të organet, sidomos të media. Mirë po fatkeqësisht pak luftohet stigma në Kosovë. Besoj se nuk është gjata se kyçem edhe më vonë, ju falenderoj. Fillimisht, ndjehem shumë e privilegjuar që jam këtu së bashku me juve. Pastaj dëshiroj ta përgëzoj Medika Gjakovën për suksesin që ka arrit, do të thonë kjo është krejt palë Medika Gjakovës, ku jemi na sot. Mu nuk ma kishë marrë mendja që ka shpejt kemi marrë që tu, se jena konkret pjesë të vogla dhe një pjesës e vogël, jam edhe unë, e kësaj familjes madhe, një duar të kitje. Edhe shmirona. Unë mendoj që Medika Gjakova për mu ka qenë një tip shkolla. Sikurse që tha edhe doktor Zefi, na në për shkolla nuk kena mësu për qasjen ndaj kësaj kategorie, sepse para se me marrë pjesë në përkrajnime që kam pas fatin të ndjek me Medika Gjakovën, unë edhe kolegët e me profesionistët shëndetësor kemi pas zero informata se si do t'i qasemi kësaj lloj kategorie. Për mu i me thonë përvojën time, si mjeke familjare, kom pas vazhdimisht paciente që kam përjetu dhunë, edhe për mu ka qenë në thojza. Trajtimi mirë, nëse një pacientës që ka pas hematoma, i kom do një gel e patrombin në dy, ja kom do një analgetik, edhe në fund kom di shumë keqardhje që ka përjetu, por di shka ma shumë nuk kom bo asun, nuk kanë bo as kolegët e me, sepse nuk kemi pas informata. Thjesht të informata neve, unë e shoh Medika Gjakovën si një dritare që kemi hap para, do me thënë kur jemi në kontakt me këtë kategori, që kemi marrë shumë informata nga trajnimet,
se si do t'i qasemi kësaj kategorie të grave, të burrave, të fëmijëve në përgjithësi që përjetojnë traumë dhe dhunë. Trajnimet që i kemi, unë fillimisht jam trajnuar nga Medica Gjakova, kemi pas trajnime vazhdimisht 3 ditore, të cilat kanë qenë të organizuara në mënyrën më të mirë të mundshme. Për mu ka qenë një risi, sepse trajnimet të tilla unë më përpara nuk kam pas rast t'i kem. Mund ka bërë shumë përshtypje mënyra si kanë organizuar, kanë qenë shumë serioze në orare, kanë qenë shumë serioze në vendodhjen ku jemi vendosur mi majt ato trajnime. Trajnerët kanë qenë të gjitha fushave, do me thënë ka pas profesioniste shëndetësore, ginekologe, psikologe, ka pas psikiatër të fushave të ndryshme, do me thënë ka qenë një trajnim multidisciplinar edhe multidimensional, që neve si mjek që s'kemi pas përvojë absolute, mu më kam plotësu edhe në fushën profesionale, por edhe personale. Kështu që unë uroj që të gjithë profesionistët shëndetësor, të cilët nuk i kanë kryer këto trajnime, mendoj që janë të hendikepuar, sepse gjatë punës së përditshme tonë, gjithmonë hasim në këtë lloj kategorie dhe një qasje e duhur edhe e drejt, sinqerisht i ndihmon edhe viktimave, po i ndihmon edhe profesionistëve shëndetësor të jenë të kompletuar tamam si një profesionist si duhet. Edhe besoj që Kosova ka fitu shumë të drejtim me këtë iniciativë dhe Medica Gjakova është duke i ofruar Kosovës një ndihmë shumë të madhe. Besoj jo vetëm nivelit parsor, po dytësor, terciar, sepse gjithmonë në mjekësi ka vend për të plotësuar. Faleminderit. Unë dua fillimisht që t'ju përshëndes gjithëve që jeni prezent këtu. Falënderim të veçantë për Medica Gjakovën dhe Medica Mondialën, të cilët na kanë mundësuar që ta kemi një trajnim të këtillë. Faleminderit shumë stafit të Medicës që na e ka mbajtur trajnimet neve si trajner. Dhe sot dua të falenderoj shumë edhe ekipin ekspertëve që na e kanë hartu një procedurë standarde operative dhe manualin që e prezentoj shpresa. Unë dua të them për veten time, ky trajnim cilin ne kemi kalu dhe kemi përcjell pastaj edhe tek stafi shëndetësor, për mu ka qenë trajnimi ma i pëlqyer dhe ma i mirë për shprehjen dhe për kuptimin e problemeve të cilat që janë vetëm problem, por është një qasje e domosdoshme që duhet t'ju qasemi këtij problemi. Trajnimin që e kemi bo, ne kemi trajnuar 25 anëtar të stafit tonë shëndetësor, që mendoj që nuk është mjaft, por duhet vazhdojmë me trajnime edhe më të tjerë. Dhe atë qasjen, atë ndjenjen emocionale që e prezentoj shpresa, jemi trajnuar që na ta kuptojmë tek viktimat e cilat na vinë në vizitë. Dhe ta kemi një qasje vërtet sensitive duke siguru një siguri për ato viktima. Që krijojmë kushte të tilla që ata të fitojnë besimin tek ne. Nëse s'ka besim, nuk mund të më shpreh për problemet. Kemi një respekt ndërsjellë në mes nesh dhe viktimave, dhe në fund që të ketë mundësi zgjedhje për problemin, që ne i tregojmë se çka dhe si është rruga, por vendos vetë viktima se ka donë edhe si bën me zgjedhje problemi. Këto trajnime ne që i kemi bajt, stafi që është trajnu ka fitu një uri sepse e thanë edhe parafojsi që ma përpara nuk do të thotë që na nuk i kemi trajtu ato viktima, por i kemi trajtu një mënyrë tjetër, ndryshe,
Ne kemi trajtuar pacientin ndikimin në aspektin fizik se çka ka shkaktuar traumë. Por sot na duhet mu morë me atë gjendje shpirtërore, emocionale të tij dhe me e trajtu atë. Gjithë kolegët e mi thanë shumë fjalë të mira për medikën, për mënyrën e organizimit të trajnimit, për seriozitetin do të thotë e organizimit. Unë do të nalë në përfitimet që kemi na si trajner, po dhe stafi shëndetësor i cili është trajnu. Nuk është që s'kemi ditë për traumën, nuk është që s'jemi marrë me raste, mirë po, ndoshta këtë trajnim na ka plotësu, na ka vëdësu ma shumë, mos më ndalë vetëm në simptomet e pacient, në klinikën e tyre, në analizat laboratorike, po të marrëm edhe anën emocionale të pacientit, edhe të do me thonë të krijojmë një hapësirë, një ambient ku ai do të ndihet më mirë dhe më i afërt me punëtorin shëndetësor. Unë e kisha da në dy aspekte, do me thonë ndikimin e këtij trajnimi, si në aspektin profesional ashtu edhe në aspektin menaxherial. Në aspektin profesional, do me thonë, ose personal nga ana jem, në radhë të parë, është ngrit vedia ime personale për ndikimin e stresit edhe traumës të pacientet në tërsi, do me thonë, edhe realisht kom pa që kom ndryshu shumë, edhe qasja ime është më empatike, më bashkëpunuese ndaj pacientit, kom fitu një siguri më të madhe në trajtimin e tyre. Çështja menaxheriale, do me thonë, përveç trajnimeve që i kemi bërë të stafi, vazhdimisht kom fillu me promovu, do me thonë, qasjen sensitive të stafit ndaj këtyre personave. Shumë herë të profesionistët shëndetësor të si s'kem ku më marrë me këto se kem numër të madh pacientëve, po realisht kem kohë se e vetmi sen që është fillimi një interviste të mirë, një qasje të mirë, edhe nuk duhet kohë ma shumë. Nështë po kaloj në një rast se e di që nështë është pyetja e fundit, po shpresa shumë më nxiti kur tha se ju ka dhënë ushqime ose pije ose parfem ose diçka, dje isha të bisedu me disa kolege dhe të bisedu për këtë rast, do me thonë që kem takimin, kem këto dhe hinëm në trajtimin e disa temave. Kërkoj falje nëse kaloj prej rutinës juve, ose e para, do me thonë, dje, njëna për tyne u lidh fjalla me incest, na po flasëm veç për luftën, po këto gjana po na ndodhin edhe në jetën tonë të përditshme, edhe njëna prej kolegeve tha, e kom pas ta një rast, tha edhe një familjare temën, tha po e kom pas edhe një shok që nuk full, një shur me mec. Edhe ajo familjare tha su martu një ko i boni disa vjet, edhe kur e pa tha këtë shokun, tha po më thot çka e ki këto. Tha i thash e kom shok, ky ko ka burr për mu. Edhe unë po nalja qysh, ky s'po full, s'po. Unë kom përjetu diçka që nuk du me një zo burri. Do të thot, ato qa full e ti, do të thot ish kjo. Ose rasti tjetër e incestit, kur unë e kom lind vajzën e vogël, isha në Prishtinë, do me thonë një nanë e re e cila lindi, ish përjetu incest, ajo prej dajës, kur isha gjatë studimeve, do të thotë një fëmijë, aty isha në ginekologji edhe pjesën praktike, pesha një foshnit posa lindun, e cila ishte një peshtullt, me edhe krypës gratë, po thamë qka është kjo, këto thotë, jo thotë është një infermierët të mjekë të incestin, përshujnë, do me thonë e dim si thojmë incest, thotë po është edhe nume për prindit, thotë prindi ka përfundu në polici, thotë edhe këj fëmi ka me të këto, vajzër faktikisht e kanë marrë vllaznit motrën, edhe fëmija kish me në klinik. Do me thonë, na çdo herë kemi pa këto raste. Rasti ma i fresk nëse e kom diskutu edhe me juve, ka qenë të tentim dhunimi në Mitrovic, të një vajzë e re, e cila gjithmonë me të brenë, se po, pyetjen e radhës, po, kështu që edhe një herë kërkoj falje nëse u zgjata, po shpresa është ajo e cila na dha qatë emocionin, po, faleminderit shumë. Dalë rezultati që e kemi sot edhe
Për çka duhet me bë testafi shëndetësor. Ka duhet me bë kujdesi parsor shëndetësor. Parsor shëndetësor për mos zbatu kjo çësje në